Në një komunikat për shtyp të lëshuar nga Prokuroria Themelore në Gjakov bëhet të ditur se sot në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov kanë realizuar veprimet lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të votimit gjatë procesit të numërimit të votave brenda subjekteve politike për zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës në komunën e Gjakovës. Referuar komunikatës së Prokurorisë Themelore në Gjakov në kuadër të këtyre veprimeve janë intervistuar 22 kryesues. Të gjithë të dyshuarit ngarkohen me veprën penale, falsifikimi i rezultateve të votimit nga neni 216, paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Tutje në komunikat thuhet se me vendim të prokurorit të shtetit, 22 kryesues janë ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh, ndaj të cilëve prokuroria ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit pranë gjykatës kompetente. Prokuroria Themelore në Gjakov mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor dhe në trajtimin me prioritet të veprave penale që cenojnë votën e lirë dhe demokratike të qytetarëve, citohet tutje në komunikatën e sotme.